Janë magazine biznes. Janë magazine biznesi, se janë këtë gjë. Po sigurisht që po. Po sigurisht që po, kur s'kena buk me hangër, edhe këtë punë e bëjmë ne. Zoti kryeministër, unë mendoj që nuk është gjë e më e rëndësishme për Shkodrën. Se sa më marr me dy objekte që kërkojmë u vlerësu si duhet. Ky debat i zhvilluar mes kryeministrit Edi Rama dhe kryetarit së Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, për shëmbjen e ndërtesave pranë stadiumit të sapo rikonstruktuar Loro Boriçi, nuk është mbyllur këtu. Kryebashkiakja Demokrate doli në një konferencë për shtyp ku akuzoi Edi Ramën se po kërcënon qytetarët e Shkodrës se nuk do të marrin asnjë investim nga qeveria, kërcënime që për Ademin nuk kanë për bazë prishjen e shtëpive, por një sfond politik për të penalizuar një qytet që nuk e voton Edi Ramën. Zero fonde përsëriti 10 herë kryeministri i Shqipërisë. Është e qartë se kjo është një sjellje e pastër politike. Hakmarrëse ndaj një qyteti e ndaj banorëve të tij, të cilët nuk e kanë votuar. Petri Psqyli, pronari një prej ndërtimeve të planifikuara për të shëmbur, thot për televizionin Klan se nuk është kontaktuar nga asnjë hallkë e pushtetit, qoftë ai lokal apo qendror, për të diskutuar për prishjen apo për shpronësimin e godinës, ku zhvillohet prej 20 vitesh biznesi i tij. Kjo është thjesht një kapriçë e kryeministit. As na kanë njoftuar për prishje, nuk na apru asnjë lloj asnjë nesër asgjë gjë. Pronarët e këtyre ndërtesave e kanë kundërshtuar prishjen edhe me protesta.